Burrit të shkurtës ju rrezikua jeta, ndërkaq shyhretja bëri veprimin që askush nuk e priste. Shyhrete Behluli nuk ndalet se sjelluri projekte të reja muzikore, të cilat rezultojnë shumë të pëlqyera nga publiku. Ajo vazhdon të jetë shumë e dashur për publikun e saj. Këngëtarja është shumë aktive gjithmonë edhe në rrjetet sociale, me postime nga më të ndryshmet. Ditë me parë, burrit të shkurtë Fejzës ju rrezikua jeta nga se u godit nga një vetur, ndërkaq shyhretja, siç edhe pritej, nuk bëri ndonjë reagim në lidhje me këtë çështje. Ajo atë ditë bëri një postim në rrjetet sociale, por që nuk lidhej me Hajrushin. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.